Përshëndetje gjithëve. Para se të fillojmë me seancën përkujtimore me rastin e 5, 6 dhe 7 marsit, epopesë u qkës, ju ftoj që të ngriteni në këmbë për 2 minutë në qëtë. Lavdi. Sot jemi mbledhur për të përkujtuar një nga momentet më të lavdishme dhe njëkohësisht më të dhimbshme të historisë sonë kombëtare 5, 6, 7 mars vitin 1998. Dikur ditur kur në Prekaz u shkrua një kapitull i përjetshëm i sakrificës dhe i lirisë Kosovës. Në ato ditë, familja Jashari nuk u përball vetëm me mision policor e paramilitar. Ajo u përball me përpjekjen për të shuar idealin e lirisë së një populli të tërë. Por ajo që ndodhi ishte e kundërta. Nga qendresa heroike e familjes Jashari, lindi një epokë e re, epokë e rezistencës së hapur dhe luftës çlirimtare të Kosovës. Heroizmi i komandantit legjendar Adem Jashari, i familjes së tij dhe i gjithë atyre burrave, grave, fëmijëve që ranë në Prekaz, nuk ishte vetëm një akt qendresi. Ishte një vendim historik për të mos u nënshtruar kurrë. Ata zgjodhen liri, mbi jetën, dignitetin mbi frikën, vardhëun mbi të gjithë. Sakrifica e familjes Jashari u bë lidhje në të gjithës për gjithë shqiptarë të Kosovës. Pas Prekazit, lufta çlirimtare nuk ishte më vetëm një rezistencë totale. Ajo shndrua në një lëvizje gjithëkohore. Prekazi u bë simboli që bashkoi qytetarët, mobilizoi rinin, rregla hap të pandashëm ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rrugën drejt lirisë. Në ato ditë marsit, vota pas një familje të mund të bërë kalla e lirisë. Dhe pikërisht kjo sakrificë ndryshoi jetën e historisë sonë, duke kthyer aspiratën për liri në një realitet të pavarur. Sot, si përfaqësues të qytetarëve të qytetit, kemi detyrimin moral dhe historik që këtë sakrificë të ruajmë jo vetëm në kujtesë, por edhe në veprimet tona përveçme. Liria, për të cilin u flijua familja Jashari, kërkon fuqësi, drejtësi, unitet dhe përkushtim të shtetit tonë. Nderimi më i madh për dëshmorët nuk është vetëm përkujtimi ceremonial, por ndërtimi i një shoqërie të drejtë, demokratike dhe dinjitoze të një Kosove për të cilën ata kanë në gjithçka. Le të jetë t'ju dal një moment reflektimi për të gjithë ne. Sakrifica e tyre të mbetet udhërrëfyes për brezat që vijnë dhe që ideali i lirisë, solidaritetit dhe atë të shoqërisë të jetë për jetë në institucionet dhe në zemrat tona. Lavdi e përveçme familjes Jashari. Lavdi dëshmorëve të kombit. Lavdi Kosovës së lirë. Në fillim marsin e vitit 1998, në Prekaz, familja Jashari ktheu fatin e një populli në vendim. Në vendim për me kthy pushkën për me luftu. Vendim për mos me u nënshtru. Në gjithë botën, Prekazi aty në ditëve u bë kryefjala e çaqeve diplomatike
dhe e mediave ndërkombëtare. Kurse në Kosovë, në tokat shqiptare, në diasporë, u bë kushtrim, u bë vendim. Qysh atëherë kaluan 28 vite, por thirrja e Prekazit nuk lëviz ndonjëherë prej qenies sonë. Prekazi rrin si gur themel, i ron, i palevizshëm, i shenjtë. Rrin si provë se çka bën njeriu për atë dhe e për liri. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që sot në këtë salë të kryeqytetit epopejën e ushtrisë qeveritare të Kosovës të risjellim jo veç si një kujtim, por si standard. Standard të qëndresës, standard të nderit, standard të përgjegjësisë. Dhe këtë standard e shohim sot këtu, me njerëz të gjallë, me emra të përveçshëm, me njerëz me barë mbi supe. Kur i shohim përfaqësuesit e shoqatave të dalë nga lufta, ne shohim rojen e kujtesës. Kujtesë që nuk është veç histori, kujtesë që është përgjegjësi. Sepse kush e mban gjallë kujtimin e sakrificën, e mban gjallë edhe peshën e lirisë. E kush e mban peshën e lirisë, e mban drejt edhe rrugtimin e vendit në për këtë liri. Ju jeni zëri i atyre ditëve vendimtare. Ju jeni pesha e fjalës liri. Ju jeni kujtesa që rrit përgjegjësinë e këtij vendi. E kur i shohim përfaqësuesit e policisë së Kosovës, ne shohim sigurinë e vendit. Kjo është Kosova në veprim. Është shteti aty për secilin qytetar. Kur i shohim Zarfiksit, ne shohim shpresën e jetës. Këtu s'ka fjalë, ka vetëm veprim. Ka njerëz që futen në zjarr për me shpëtu jetë. Ky është heroizëm civil i heshtur por i madh. Heroizëm që s'lyp duat rokitje, po e meriton nderimin e krejt qytetit. Kështu vazhdon epopeja. Në luftë ishte me armë, e tash në paqe është me shërbim me punë të ndershme. Prekazi na la amanet me mbajt Kosovën në roje të vetvetes, roje në moral, në institucione, në dignitet, me respekt për veteranët e luftës, me përkujdesje për familjet e dëshmorëve, me rend që e bën jetën më të qetë, me shërbime të drejta që e bëjnë shtetin të besueshëm, me mundësi për të rinjt që të rrinë këtu e të punojnë këtu në vendin e vetë. Sepse nderimi më i madh për epopejën e ushtrisë shpirtare të Kosovës është me kthy lirinë në standard jetë, me kthy sakrificën në përgjegjësi, me kthy guximin në kulturë pune. Sot përulemi me nderim të thellë para emrave që u bën flamur. E përulemi edhe para atyre që e mbajtën flamurin drejt çdo ditë, me uniformë, me detyrë e me shërbim. Në 5 mars të vitit 1998, Kosova u pa sy me vetvete dhe zgjodhi me luftu e me u fliju për me qenë e lirë. E sot ne mbajmë atë zgjedhje të gjatë, me kujtesë, me rend e me punë. Lavdi epopejës së ushtrisë qeveritare të Kosovës, lavdi familjes Jashari, lavdi të rëndve për liri. Faleminderit. Sot në këtë seancë solene, përulemi me respekt të thellë para vetes madhore të bijve dhe dijave më të mirë të kombit tonë, që me gjakun e tyre shkruan historinë më të lavdishme të rezistencës sonë, epopejën e ushtrisë shpirtare të Kosovës. Epopeja e UÇK-s nuk është vetëm një datë në kalendarin tonë historik. Ajo është simbol i sakrificës sublime, i guximit të pashoq dhe i vendosmërisë për liri. Është kujtesa jonë kolektive
për ditët kur pushka e lirisë u ngrit për të mbrojtur pragun e shtëpisë, nderin dhe dignitetin kombëtar. Në themelet e shtetit tonë qëndron gjaku i dëshmorëve, në rrënjët e lirisë qëndron qëndresa heroike e familjes Jashari dhe të gjitha atyre që zgjodhen flijimin përballë nënshtrimit. Sakrifica e atyre nuk është thjesht një akt rezistence, ishte një mesazh i qartë se liria nuk negociohet, por fitohet me çmim shumë të lartë. Sot si kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, por mbi të gjitha si bashkëtar dhe qytetari i këtij vendi, ndjej obligim moral dhe kombëtar që të theksoj se lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës ishte drejtë e pastër dhe shkrimtare. Ajo ishte një luftë për mbijetesë, për të drejtën, për të jetuar të lirë në tokën tonë. Ne nuk kërkojmë privilegje, ne kërkojmë vetëm drejtësi, dignitet për sakrificën tonë. Kërkojmë që historia jonë të mos tjetërsohet, që vërteta të mos zbehet dhe që brezat e rinj të rriten me krenarin për luftën tonë shpirtare. Sot, në këtë përvjetor, nuk mund të mos përmendim edhe shqetësimin dhe dhimbjen për faktin se disa nga krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës po mbahen padrejtësisht në paraburgim në Hag. Ne besojmë fuqishëm në pafajësinë e tyre dhe në drejtësinë e luftës tonë shërimtare. Me respekt dhe solidaritet të jashtëzakonshëm flasim për emrat Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, si dhe bashkëftarët tanë të tani më janë dënuar me dënime drakonike, Sali Mustafa dhe Pjetër Shara. Ne kërkojmë një proces të drejtë, të paanshëm dhe të bazuar në fakte, duke besuar se vërteta do të triumfojë. Të nderuar përkëndshëm, epopeja e ushtrisë shërimtare të Kosovës na obligon që të jemi të bashkuar. Na obligon që të ndërtojmë një Kosovë më të drejtë, më të zhvilluar dhe më të dignitetshme. Na obligon që sakrifica e dëshmorëve të mos keqpërdoret, por të shërbejë si busull morale për vendimmarrjen tonë. Lavdi jetës dhe veprës së komandantit legjendar të familjes së tij, lavdi epopejës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, lavdi të gjithë atyre që në të gjitha periudat e përpjekjes sonë për liri dhanë jetën për liri.